Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni probleme me gjumin, ky është sekreti për të fjetur tetor të qetë. Pagjumësia është një problem shëndetësor që shkakton vetëm kokçarje. Miliona njerëz në mbar botën stërmundohen gjatë natës pa vënë gjumë në sy. Shumica e pacientëve të prekur nga pagjumësia përdorin ilaçe të ndryshme të cilat po ashtu munden të shkaktojnë edhe urth, konstipacion, marramendje dhe varësi. Të dhënat tregojnë se medikamentet nuk ofrojnë kurrësi një zgjidhje të mirë dhe pa efekte anësore. Por në fakt, ne këtu do t'ju tregojmë një recetë natyrale e cila do t'ju ndihmojë në problemet tuaja me pagjumësinë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 200 ml qumësht, një lugë çaj me mjalt, një pikë ekstrakt vanilje. Ngroheni qumshtin në një tenxhere dhe përpara se të marrë val, hidheni atë në filxhan. Më pas shtoni aty vaniljen dhe mjaltin. Përzieni mirë dhe pijeni ngadalë përpara se të shtriheni për të fjetur. Me këtë kur mendohet se pagjumësia nis edhe nuk bëhet më problem, madje mund ta ndjeni efektin që në filxhanin e parë. Sekreti i kësaj kure i atribohet përbërësve të saj të mrekullueshëm, të cilët lehtësojnë gjithashtu ardhjen e gjumit dhe ndihmojnë trupin tuaj që të qetësohet. Ndërkohë, edhe qumshti është i pasur me proteinë dhe ai përmban nga ana tjetër triptofan, një aminoacid i cili ndihmon në ardhjen e gjumit. Ky aminoacid stimulon prodhimin e serotoninës dhe melatoninës dhe ka efekt qetësues. Mjalti ka aftësi shumë të mira qetësuese për trupin dhe trurin. Ai gjithashtu promovon prodhimin e një substance thelbësore për funksionin e mëlçisë gjatë kohës që njeriu fle dhe ndërkohë gjatë ditës nivelet e kësaj substance të njohur si glikogjen bien dhe detyrojnë trurin të jetë aktiv dhe të kërkojë ushqime të pasura me të gjatë natës. Mjalti stimulon edhe një reagim kimik që përmirëson çlirimin e melatoninës në tru. Ekstrakti i vaniljes. Pagjumësia rëndohet nga mendimet e njëpasnjëshme, të cilat nuk kanë të sosur. Studimet kanë konfirmuar se aroma e vaniljes ka aftësi qetësuese për trurin dhe zbut ankthin. Për më tepër, aroma e vaniljes pakson edhe episodet e marrjes së frymës gjatë gjumit me të paktën 36%. Arsyeja pse zgjoni në mes të natës lidhet me sasinë e hormoneve të stresit të cilat janë të ndodhura në trup. Në qoftë se ju vuani nga pagjumësia, ja ilaçe të cilat do t'ju ndihmojnë shumë. Besojeni ose jo, kripa dhe sheqeri munden që të ndihmojnë të qetësojnë hormonet dhe të sigurojnë gjithashtu një gjumë të qetë. Ka shumë njerëz të cilët nuk e dinë se këto dy përbërës janë të rëndësishëm në mbrojtjen e metabolizmit të shëndetshëm. Ato kontrollojnë gjithashtu hormonet e stresit dhe lejojnë qelizat tuaja të prodhojnë energji. Ja përbërësi që do t'ju nevojiten: 5 lugë sheqer organik, 1 lugë gjelle sheqer i parafinuar dhe 2 lugë çaj krip deti. Vendoseni përzierje në një enë të cilën ju duhet që ta mbyllni mirë dhe më pas përzieni. Mbajeni afër krevatit dhe mund ta konsumoni kur keni pagjumësi gjatë natës. Sasia e rekomanduar është gjithashtu 1 lugë e vogël nga kjo përzierje të mbahet në gojë derisa të tretet plotësisht për t'u shpërndarë më pas në gjak. Gjithashtu, sipas ekspertëve, persona të cilët kanë probleme me pagjumësinë dëshmojnë se pas kësaj recete ata kanë bërë një gjumë të qetë. Gjithashtu, sipas ekspertëve, stresi dhe problemet e përditshme, puna e zyrës janë faktorë të cilët ndonjëherë ndikojnë që gjatë natës ne të ngelim pa gjumë dhe gjithashtu kjo nuk e lejon trurin ton që të jetë i relaksuar dhe të mos mendojë pikërisht kur vjen orari i gjumit.
Nëse edhe ju jeni një ndër këta persona, ndoshta kjo recet mundet ju ndihmoj. Për të çlodhur mendjen dhe trupin para gjumit, ju duhet që të përzjeni së bashku 1/4 lugë gjelle mjalt, 1/8 kripdeti dhe 1 lugë gjelle vaj kokosi. Ju mund ta pini këtë përzierje ashtu siç është ose mund edhe ta shtoni në një gotë me ujë të ngrohtë. Efekti për këtë recet do të jetë i njëjtë. Ky përbërës jo vetëm që do të ketë një efekt të madh në shëndetin tuaj, por gjithashtu ai do të zvogëloj edhe nivelet e kortizolit, duke penguar kështu zgjimin tuaj gjatë natës. Falë kësaj recete, si që kuptuat, ju do të keni një gjumë të qetë gjatë natës dhe rezultate do t'i ndjeni të nesërmen. Ankthi dhe stresi ndikojnë shumë në shëndetin ton që ne të bëjmë një gjumë me një cilësi të mirë. Për një gjumë të qetë, ne ju sugjerojmë që ju të provoni këtë pije me banane dhe do të shihni me njëherë efekte që ajo ka në organizmin ton. Në qoftë se nuk dëshironi që të merrni medikamente për pagjumësinë, me këtë recetë natyrale ju mund të merrni përfitime shëndetësore, përfshirë këtu kaliumi dhe magnezin, të cilat vijnë nga lëkura e bananes. Kaliumi dhe magnezi janë të dobishëm për sistemin nervor dhe gjithashtu janë ideal për relaksimin e muskujve. Në fakt, magnezi është minerali më i rëndësishëm për relaksimin e muskujve dhe mund të zvogëlojë gjithashtu edhe ngërçet e muskujve dhe dhimbjeve të tjera. Ju keni nevojë për magnez për të përballuar stresin dhe do t'ju ndihmoj që të relaksoheni dhe të flini. Kanella është e mrekullueshme sepse balancon nivelet e sheqerit në gjak. Kur nivelet e sheqerit në gjak janë të balancuara, hormonet tuaja munden që të funksionojnë akoma dhe më mirë dhe ato do të mundësojnë një gjumë edhe më të mirë. Nëse nivelet e sheqerit në gjak nuk janë normale, atëherë mund të keni energji gjatë ditës ose të jeni të lodhur. Përdorimi i vlerave shëruese të bananes, lëkurës së bananes dhe kanellës largojnë më mirë pagjumësinë dhe çrregullimet e tjera të gjumit. Receta do t'ju duhet një banane organike dhe me lëkurë, një tenxherë e vogël me ujë dhe pak kanellë nëse dëshironi. Lajeni atë tërësisht me ujë, më pas thjesht prisni 2 skajet e bananes dhe më pas duhet të vendosni bananen në një tenxhere me ujë të valuar. Nëse uji është në shishe ose pastrohet në një farë mënyre, është edhe më mirë. Zjeni për rreth 10 minuta, spërkateni kanellën në ujë. Nëse dëshironi, shtoni dhe stevia për ta bërë më të ëmbël. Stevia ndihmon në balancimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe rrit nivelin e sheqerit në gjak para se ju të shkoni në shtrat. Shtoni më shumë kanellë nëse dëshironi dhe shijojeni. Të nesërmen do të vëreni se ju do të zgjoheni më të shplodhur dhe gjithashtu më të relaksuar nga gjumi i natës, pasi rezultate që ju do të keni nga kjo recet janë vërtet të pabesueshme dhe plot me përfitime shëndetësore, duke filluar që nga qetësimi i mendjes dhe i trupit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.